Përkundër, cilat janë shqetësimet dhe kritikat? Rritja e akcizave për rritje të rindikoj të çmimet. Edhe pse rritja e akcizave mbi dohanin është planifikuar efekt domino në çmime, mund të ndihen menjëherë te konsumatorët. Në një rrjedhë me rritje të kostot të jetesës, çdo rritje e tillë shihet me shqetësim nga familjet dhe grupet më të ardhura të ulët. Ndryshimet e fatit krijojnë debat moral dhe ekonomik. Shtresat e të ardhurave nga ky sektor shihet nga kritika se një mbështetje e parur nga një industri e cila shpesh prodhon pasojë sociale negative. Ka ankesa se shteti po mbështetet tek një burimi të ardhurave me ndikim të diskutueshëm në shoqëri. 3. Formalizimi është i nevojshëm por kërkon kapacitete. Ndërkohë që formalizimi mund të rrisë të ardhurat, bizneset e vogla paralajmërojnë se rritja e kontrolleve dhe kërkesave administrative rrit kostot operative. Pambështetje ose thjeshtësim procedurash formalizimi mund të t'i vështirësojë më tej. 4. Taksat vendore mbeten të larta në disa bashki. Ndryshe nga bashkitë që ulin tarifa, disa njësi vendore nuk kanë bërë asnjë ndryshim apo përmirësim. Kjo krijon një pavarësi territoriale ku bizneset dhe qytetarët trajtohen ndryshe në varësi të vendbanimit. Paketa fiskale 2025 paraqitet si një paketë e kujdesshme që shkak të renditje të mëdha tatimore dhe synon një rrugë të qëndrueshme drejt rritjes së të ardhurave publike. Megjithatë, efektet e rritjes së akcizave, varësia e të ardhurave nga lëret e fatit dhe mungesa e unifikimit të politikave vendore e bëjnë këtë paketë një temë të debatueshme. Ndërsa qeveria argumenton se stabiliteti është prioriteti kryesor, kritikët kërkojnë reforma më të thella, më të drejta dhe më të ekuilibruara midis interesit publik dhe atij të biznesit. Viti 2025 mbetet përpara sfida e provimit praktik të këtyre politikave.